Ndërsa protesta në bulevardin Dëshmorët e Kombit shënon ditën e saj të 24, në shesh edhe pse pak më të kurrur se ditët e zakonshme, gjejmë personazhe të cilët i përkasin botës analizës, ekranit, aktivizmit në vend. Një prej tyre ishte Brisida Gjikondi, të cilën e gjetëm në sheshin Skënderbej. Brisida pranon që sot e kësaj dite është thjesht le të themi një pjesëmarrëse e denjë e protestave të revolucionit Flamingo, por nuk është më pjesë e paneleve televizive në disa ekrane të cilat janë në mbrojtje të kauzës kryeministit Edi Rama, i cili ka dashur që me do e mos figurat më kryesore në këtë protest t'i denigroj apo t'i quaj një turr eksituese. Brisida Gjikondi e ka pranuar që nuk është më pjesë e këtyre paneleve pasi vendosmëria e saj për të qenë në protestë dhe për të mbështetur familjarisht këta të rinj dhe këta njerëz të cilët janë ngritur për të drejtat e tyre nuk mund të jetë më pjesë e këtyre paneleve që bëjnë demagogji apo politikën e kryeministrit. Brisida Gjikondi, një nga zërat le të themi më të drejtë për drejta për sa i përket jo vetëm çështjeve të aktualitetit politik, edhe etatit social që në shumë raste le të themi që Brisida e bërë virale me reagimet e tua. Ajo që mua më kujton, duhet që edhe për kujtes të teleshikuesve është fakti që ti vjen si një komisioner avokatit popullit në karrierën tënde. Do mbaj mend që ti ka ardhur ndihmë shumë familjeve shqiptare. Sot të shikoj që je në protestë. Është dita e 24. Mund të dim pak më shumë? Ke ardhur gjatë gjithë kohës në protestë? Je pro protestës? Çdo ditë kam qenë në protestë, edhe unë dhe djemtë e mi, edhe vllai im dhe familja e vllait tim. Mendoj që këto janë momente historike për Shqipërinë, që janë si ai letra lakmus që bën diferencën mes qytetarëve të vërtet dhe mes atyre që vënë rehatin e tyre, interesat e tyre të vogla përpara Shqipërisë. Mendoj që ky është një moment decisiv që ndan të mirën dhe të keqen dhe dallon dhe indiferentët që shpesh janë ata që janë oportunistë dhe qytetarët që sakrifikojnë edhe gjithçka vetëm që të jenë pjesë e së mirës, pavarësisht se kanë një sakrificë të vogël. Kam takuar kështu shumë njerëz, këtu shumë kolegë, shumë njerëz intelektual që punojnë në institucione. Ti e mbështet këtë dhe familja jote. Po atë duket sikur protestuesit në Shqipëri janë lënë vetëm nga qeveria, janë lënë vetëm nga televizioni, nga analistë të ndryshëm. Si e shikon? Mendoj që ky protest ka në krah gjën më të madhe që është morali kombëtar edhe Zoti. Unë mendoj që në këtë që ndodhi në Shqipëri ka qenë totalisht dora e Zotit, sepse mendoj që ishte një popull në koma, një popull që u nënshtrua diktatit të oligarkëve në bashkëpunime me politikanët shqiptar, të gjitha krave, që shpesh, si thonë italianët, me prestanome kamuflonin pronat e tyre në emër të këtyre oligarkëve, dhe jam e bindur që kjo që po ndodh nuk ka nevojë të ketë përkrahjen e këtyre që ju thatë, sepse ata janë të gjithë në paketë. Dhe kjo që po ndodh do bëjë ndryshimin e sistemit dhe normalisht që televizionet të mëdha, gazetarë, VIP-a, pseudo VIP-a, biznesmen dhe edhe ambasada që thoni ju, që shpesh herë janë më shumë, nuk do të shikoj sikur janë duke mbrojtuar se sa janë të pozicionuar, patjetër që do bëshin bashkë. E keqja bëhet bashkë, e mira bëhet bashkë. Dhe ata duke qenë që do ikin në sistem të gjithë bashkë, e kanë uhatur dhe prandaj është ndarë Shqipëria jo në dysh, por Treqareku është këtu dhe Treqareku janë ata që mbajnë interesat e tyre. Brisida, kemi parë dhe reagimet e kryeministrit, kemi parë mënyrën se si ai vlerëson protestuesit, gjuhën dhe fjalorin që e karakterizon. A është vendi për të bërë ironi, bullizim, ofendime me protestuesit në këto momente, ku gjithë faktori ndërkombëtar duket sikur dhe media ndërkombëtare ka sytë tek Shqipëria, tek protestat e bulevardit? Një nga mëkatet më të mëdha të shkrimeve të shenjta është arroganca. Arroganca sepse jo vetëm të shkëput nga realiteti, por ti zvendçon Zotin. Të duket sikur ti je Zoti dhe ke të drejtë të përçmosh, të nënçmosh dhe të poshtrosh, sidomos popullin tënd. Mëkati më i madh i Edi Ramës është arroganca, është vetkënaqësia, është diktati, vendimarrja dhe për gjëra që kanë të bëjnë me kombin në shekuj të shekujve,
ai nuk është i përjetshëm, ai është i përkohshëm dhe kurse si mund t'i jap pasurinë kombëtare klaneve, qoftë brendshme të jashtme, vetëm për të zgjatur pushtetin e tij. Gjëja më e shëmtuar janë servilët e tij, administrata ose patronazhinët ose sufllaqe, ato që kanë sufllaqe, që thonë shpërbleme sufllaqe, që thonë rinia, që gjëja më e shëmtuar sepse një sekt të depersonalizuar e ka kthyer, i promovon, i mbur, i përkra, i paguan. Me që më të foli që parë dhe për avokatën e popullit, është e tmerrshme se ne një 6 vjet avokati i popullit, kushtetutës për avokatën e popullit thotë që avokati i popullit mbron shqiptarët, mbron qytetarët dhe individët nga vendimet e kundralishme që merr administrata publike. Shikojmë një avokat populli inekzistent, një president që duhet ishte simboli i unitetit kombëtar inekzistent, që ka qenë dhe shefi shtabit ushtarak dhe me firmën e vet ja ka dhënë Sazanit personave që nuk kanë lidhje fare me Shqipërinë dhe me historinë e Shqipërisë. Prandaj thash që ky moment dhe kjo që po ndodh tani është një skaner për treguar të bardhën dhe të zezën, të mirën dhe të keqen. Do vazhdosh të qëndrosh edhe ti, qëndrestare? Nuk bëhet fjalë që patjetër nuk mundem dot ndryshe, nuk më mban shtëpia, nuk më mban asgjë, po mos isha këtu. Biles ka dhe një ditë që them sot zë shkoj, kur filloj shkoj në ekran që s'është numri që u mendoja, çohem me sforcim dhe vi, sepse mendoj që është një potesë e rinis dhe unë prandaj kam ndonjë gjithmonë në rresht fundit, pasi ne e shkruajtëm kohën tonë, mirë keq bëm diçka, tani shikojmë rinia na dha një mësim të madh dhe shpëton fytyrën dhe kombin shqiptar. Faleminderit president.